Komisioni i Pushtetit Vendor ka dalë dhe ka përfunduar verifikimin e dëmeve në terren pas përmbytjes së disa ditëve më parë, që la shkatërrim total në fshatin Murriz Kozare të njësisë administrative Fjershegan. Sipas administratorit të njësisë Fjershegan, është shënuar gjithçka që është dëmtuar. Njësinë administrative të Fjersheganit, dëmet kanë qenë goxha të konsiderueshme, pasi kemi qenë njësia më e prekur nga rreshjet e ditëve të fundit. Me njëherë pas kësaj situate, me një urdhër të bashkisë, kemi nisur verifikimin e dëmeve në terren. Sot kemi përfunduar të gjithë procesin e verifikimit në disa fshatra, pasi kemi qenë, siç thasht, më të prekurit dhe kemi pas një punë më voluminoze se njësitë e tjera, dhe jemi duke përcjell të gjithë proceset verbale të përkatëse në institucionet e prore për të vazhduar më pas punën normalisht. Fermerët që kanë patur të kultivuara perimet në sera janë më të dëmtuarit. Sipas tyre, uji i shkarkimit nga banja është shkaku i përmbytjes së papar në 34 vjet. Fermerët e fshatit Murriz Kozare i bëjnë thirrje qeverisë t'i ndihmojë duke i dhënë mundësinë të punojnë sërish, pasi në të kundërt ata nuk mund të mbijetojnë në këto kushte ku gjithçka që kanë investuar është zeruar. Ne na mbyti lumi semën. Ndaj shteti duhet të shohë ato hidrocentralet, ti kontrolloj që mos shkarkojnë sipas qefit tyre. Dëmet serat janë bërë, ja si që shikoni, balta në gjutë, më keq s'ka ku vete, ku do vejmë keq. Gjera tjera pas të tjerë të ankohen kotë. Unë kam 10 hektar grur, janë për mrekulli. I beri mirë, lere ankohen, jo pula fushe, pula deti. Dëmi është vetëm në sera. Vetëm në sera nuk hyet do të është balta është në gjutë 20 ponë. Sa po i mbollëm serat, edhe është bërë një dëm shumë i madh. Shpenzimi i serave 1-2 lym i vete 3 milion lekë. Edhe tani ne i themi shtetit, na dërshpërblej se ne nuk i mbjellim dot. Nuk kemi çfarë t'i bëjmë tani, duam ndim nga shteti. Tani kjo dihet që kjo se po t'ishte nga Zoti, nga natyra, e kupton, ne i morëm masat. Kjo e ka gjithë boti që ka ata tje lartë. Aina ka marrë më qaf mua edhe gjithë fermerët. Kjo është domatja që unë ka marrë 4 ditë për para se të na ndodhte kjo fatkeqësi që na ka ndodhur. Ndaj i bëj thirrje qeverisë të marrë masat për neve se ne jemi të falimentuar. Kur them të falimentuar, ne s'kemi me mundësi as nga t'ja kapim, se ka dhe nga ne që kanë marrë kredira, vjen data e kredis, ai atje nuk do t'ja di. Ku do ta mbjellësh? Unë s'ka. Siç na ka mbytur në lumi, e kupton? Ky fidan, ky ka marrë çdo gjë, ky do ikin lum. S'ka. Ne jemi të falimentur. Ndaj qeveria duhet marrë masa për atë hidrocentralin atje lart, se neve nuk na mbyti Zoti. E kupton? Se ne ndaj Zotit nuk del askush në këtë dynja. Por është e gjithë keq menaxhimi atje lart. Dëmi shkaktuar nga përmbytjet është kolosal dhe fermerët kërkojnë kompensimin tani, që të mund të vijojnë aktivitetin e tyre në punët e bujqësisë.